por në këtë fazë të hetimeve mund të themi se kemi shpresë se nga provat e mbledhura deri më tani jemi në rrugë të sigurt që të identifikojmë kryesin e veprës penale. Ma tepër se 13 dëshmitar janë intervistu. Persona dëshum deri më tani nuk kemi. Është bastis ndokush? Është bastis një shtëpi, është bastis shtëpia edhe banesa ku ka punu indjeri, ku ka jetu me qëra indjeri, jemi të punu intensivisht në të gjitha drejtimet, me të gjitha mjetet edhe mundësi që disponojmë. Ka veprime hetimore të cilat kërkojnë kohë, të cilat nuk mund të publikohen me njëherë dhe me thonë se këto raporte na çon deri te kryesi i veprës penale. Ekzaminimet janë të bo për çfarë arme janë shku edhe ato në bazë të gzhojave që janë gjetë në vend të ngjarjes, janë shku në ekzaminim për mu identifiku arma me të cilën është shti. Kemi prova dhe indicje që na çojnë në rrugën drejt zbardhjes, por që gjitha ende nuk janë definitive dhe vendimtare. Apo keni ndonjë sinjal që mund zbardhet Unë besoj që do ta zbardhim.